Se dëshmia ime dhe kryesisht deklarata ime ka të bëj me vlerësimet tona lidhur me rolin që ka luajtur Zoti Thaçi. Rol të hamendësuar apo të real lidhur me këto incidente. Pra, deklarata ime tregon kryesisht gjykimin ton lidhur me autoritetin që ka pasur ai për individ të cilët është provuar apo jo që i kanë kryer këto krime. Sipas mendimit tim, asnjë prej këtyre aktiviteteve nuk ndërlidhet në mënyrë të drejtë për drejtë me Zotin Thaçi apo asnjë prej tyre nuk, si të thuash, kundërshton mënyrën se përse ne kemi arritur në gjykimin që kemi arritur. Pra, unë nuk mendoj që ju keni sqaruar këtë çështje duke përsëritur raporte lidhur me këto incidente gjatë gjithë kohës. Nga historia e di se në përfundim të Rambujes, është të saktuar të ishte kryeministri i qeverisë së përkohshme. Unë, siç e thash, isha i përgjithshëm një projekt tjetër në universitet, kështu që nuk e di se në çfarë cilësie ishte ftuar apo cili është roli që ka luajtur gjatë diskutimeve të brendshme të mbajtura në Rambuje. A keni pasur dieni se kush kanë qenë themeluesit të OÇK-s? Përgjigje jo. Pyetje: a keni patur njohuri lidhur me rolin e LPK-s për krimin e OÇK-s? Përgjigje nuk mund të them se kam dieni jo. Pyetje: faleminderit. A keni pasur dieni se ka caktuar LPK-ja si përgjegjës për të krijuar dhe ndërtuar OÇK-n? Përgjigje jo. Keni lexuar akt akuzën në këtë çështje? Përgjigje nuk e kam lexuar. Pyetje: pra ju nuk e dini për cilat krimi janë pjesë e akuzave këtu në këtë çështje gjyqësore? Përgjigje e saktë, por besoj që jam këtu për të folur për përgjegjësinë për ato krime. Përgjigje: pyetje: saktë, kështu është, desha të di nëse njohurit, çfarë njohurish kishit ju në çfarë njohurish keni në këtë kohë, pra tani dua që të përqendrohemi të krimet kundër bashkëpunëtorëve apo kolaboratorëve. Raporti i Departamentit të Shtetit për Serbinë dhe Malin e Zi lidhur me praktikat e drejtave të njerëzit në 98-ën dhe është përgatitur në janar të 99-ës. Tani do të kërkoj të kaloj në faqen 2 PDF-s, është 39789, paragrafi 3. Këtu thuhet element të OÇK-s kanë kryer vrasje, kanë qenë përgjegjës për zhdukjet, kanë rrëmbyer dhe mbajtur në ndalim policë serb dhe civil serb dhe shqiptar. Ata që dyshoheshin se ishin besnik ndaj qeverisë së Serbisë. A janë këto lloj raportimesh për të cilat ju keni patur dieni? Këtë dokument konkret nuk e kam parë kurrë. Praktikat e përshkruajnë këtë paragraf ishin dhe po vjen thonë se ishte diçka që e dinin gjithë, por nuk kanë qenë i përfshirë në procesin e dokumentimit të rasteve konkrete, individuale. Siç e thash, ky lloj raportimi ishte i përhapur. Por përsëris jam i shqetësuar nëse kjo ka ndonjë lidhje me përfundimet që unë kam shprehur në deklaratë. Si diplomat, diplomati ka vetëm integritetin dhe kredibilitetin për të ofruar dhe më duket sikur kjo po kundërshtohet një bazë të cilën nuk e kuptoj. Kontingjenti KFOR gjerman ka për detyrë të tjera që të ndalojë kriminalët të mbajë në ndalim me përjashtim të anëtarëve të kontingjenteve ndërkombëtare.
Pra, për të siguruar rendin publik, pra, në kuadër të rendit publik, për të parandaluar krime të më të thjeshme dhe nëse është e nevojshme, të ndihmoj ndjekjen penale të kryesve të këtyre veprave. Trupat e KFOR-it gjerman do të arrestojnë persona që dyshohet se kanë kryer vepra të rënda penale. Një krim apo një vepër penale të një natyre të rëndë, dhe të cilët janë kapur në fragancë ose ishin duke kryer këtë vepër penale. Ata mund të ndalohen pa urdhër gjykate derisa të caktohet një gjykatë nga prania e sigurisë civile. Nuk mendoj se është përshkrim i sakt kjo që pam. Dhe prandaj u thash kam disa arsye. Së pari, ka kaluar shumë kohë dhe fakt dhe gjermanishte nuk e njoh mirë, po nuk mendoj se përkthimi është i saktë. Ktu është festnahme, do të thënë nuk do të thotë arrestim, po do të thotë ndalim, të ndalosh një person. Ky është një dokument i përgatitur nga kontingjenti gjerman, as nga Aselia, as nga komanda qendrore e Jacksonit, nga Aselia e NATO-s, më falni. Dhe secili prej kontingjentëve ushtronte kishte disa autonomi, disa kishin më shumë se të tjerët. Francezët njiheshin, ishin me famë që ishin shumë autonom në llojin e tyre. Edhe amerikanët po ashtu autonom. Gjermanët nuk e kundërshtonin autoritetin qendror, por askush nuk e shikonte çfarë bënin nga qendra dokumentet e tyre. Prandaj më duket sikur është tepruar pak këtu në përshkrimet që janë bërë. Kur flitet për detyrimet e forcave ushtarake, sa u takon veprimtarive kriminale. Që ta kuptoj unë, zonja Judiçe, këtë dëshmi. Këto pyetje kam për synim të vërtetojnë se KFOR-i në fakt ka ndaluar persona në praktik për vepra të rënda penale? Përgjigje jo, është më e gjerë, është për të kuptuar mënyrën se si e kanë ushtruar mandatin e tyre. Do flas dhe për pjesën civile pak më vonë, Gaynor. Pra ju po vini në pikpyetje besueshmërinë e dëshmitarit apo po nxirrni dëshmi për të mbështetur argumentat tuaja? Përgjigje, po përpiqem të kuptoj çfarë ka thënë dëshmitari në deklaratën e vet, gjykatësi. Se më duket mua që ju po e përpiqeni të përcaktoni që KFOR-i ka pasur mundësinë të ndalonte persona për vepra të rënda penale. Përgjigje, nuk jam fokusuar tek mandati i KFOR-it, jam fokusuar në mënyrën se si është zbatuar.